Derisa të nisin punët ndërtimore në terren, partitë vijojnë me deklarata premtuese e lavdëruese për rrugën Shkup-Llac. Marrëveshja për grantin me Bergjin u nënshkrua dje, ju bë promovimi projektit, por si duket nuk janë mjaftuar me aq, saqë kanë vazhduar me preskonferenca edhe sot. Nga VMRO DPMNeri theksojnë se autostrada Shkup-Llac është projekt që është paralajmëruar me dekada, ndërsa në fakt vetëm janë bler parcela përgjatë rrugës së planifikuar. Autostrada Shkup-Llac do t'i lidh Maqedoninë me Kosovën dhe do të vazhdoj mëtej me Tiranën dhe Durrësin si dhe Tivarin. Drejt Shkupit hapet edhe një port tjetër dhe një mundësi për tregti, biznes dhe zhvillim të turizmit. Zëvendës Ministrja e Transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri akuzoi BDI-n se e ka përdorur projektin autostradës Shkup-Llac ndër vite për të mbledhur vota. E premtuan në vitin 2008, e përsëritën në vitin 2011, 2014, në vitin 2017, 2020 dhe sërish në vitin 2023. Pas gjithë këtyre premtimeve, qytetarët panë vetëm rreth 2 kilometra rrugë. Për Blenin, patriotizmi matet me punë. Pas shumë vite shpritje, rruga Shkup-Llac më në fund kalon nga premtimi në realizim. Mirëpo, BDI nuk ja jep as se si meritat Vlenit për këtë projekt. Nënkryetari i BDI-s Bujar Osmani ka reaguar duke thënë se Vlen nuk ka asnjë kontribut në realizimin e këtij projekti. Financimi i projektit, hartimi i dokumentacionit, sigurimi i mjeteve financiare, shpronësimet, procedurat administrative dhe shpallja e tenderit janë realizuar të gjitha gjatë qeverisjes së Bashkimit Demokratik për Integrim. Siç është premtuar, ndërtimi do të nisë në gusht dhe pritet të përfundojë për më së shumti 4 vjet. Kushton rreth 198.4 milion euro dhe do ta ndërtojë kompania ndërtimore vendase Graniti.